Miq të dashur, para se të shkojmë me rubrikën e fundit për mbrëmjen e sonte, unë juftoj të shihni për herë të parë reklamën e parfymit Mercedes për meshkuj. Se si është realizuar ajo, ndjekni tani. Aktori Blerim Destani është duke punuar në një film të ri. Kjo është arsyeja pse ai tash e një kohë ka lëshuar mjekrën. Pasi të tillë në dukje, e kërkon karakterit të cilin do ta luajë Destani. Filmi quhet Alarm für Cobra 11 dhe zgjahet 90 minuta. Xhirimet e këtij filmi po realizohen nga një produksion gjerman. Përveç në Köln, Frankfurt dhe München, filmimet do të ketë edhe në Tiranë. Xhirimet kanë filluar qysh nga dje dhe do të përfundojnë me 5 maj. Nek zona? Tje, do vim. Albaria! Ganimeta Abazi dhe Shemi shumë shpejt do të rikthejnë të përpunuara disa këngë të vjetra të tyre hitet të asaj kohe, siç janë Shamia e Beçarit, Fjalët e Çiririt, Gajdexhiu e të tjera. Një ndër to do të jetë edhe kënga Djali i Mirë, e cila para disa viteve u huazua nga Remzia Osmani. Mirpo Ganja nuk do ta përmbyll vitin vetëm me këngët e përpunuara. Ajo do të prodhojë edhe 2 të tjera solo. E gjithashtu në fillim të prillit do të jetë angazhuar edhe me mbrëmje muzikore kryesisht në Gjermani. Krijuesit e hitit Shqip Dance janë në proces të punës për këngën e radhës. Me sa duket, milionat e këngës Pandjenja po bojnë që Etnon edhe kësaj radhe të vinë me duet. Adelina Tahiri është bashkëpunëtorja e radhës me të cilën Etnon do ta pushtojnë tregun muzikor në muajin prill. Kënga e patitull deri tani është ritmike, të cilën e ka punuar Genci, derisa videoklipi sigurisht se do të realizohet nga produksioni Blackfish. Regjisori Ujkan Hysaj është duke punuar fort për filmin më të ri, i cili promovon trashëgiminë kulturore, ritualet dhe traditat e shqiptarëve para 100 viteve. Një ngjarje të vitit 1910, Hysaj risjell në këtë film human, që flet për parimet e kodit etik të asaj kohe, se si njerëzit kanë jetuar të lumtur para 100 viteve. Flet edhe për dashurinë ndaj nënës, gruas dhe për më shumë. Flet për fjalën e dhënë, besën. Regjisori është munduar që përmes këtij filmi të tregojë se kush kemi qenë ne shqiptarët para 100 viteve dhe se si ka humbur njerëzorja tek ne sot. Ujkani gjithashtu rëndësi të veçantë po i kushton skenografisë dhe kostumografisë, të cilat do të përkojnë shumë me realitetin e para 100 viteve. Rolin kryesor e luan Shkëlqim Ismaili, derisa skenari është punuar nga Besjan Hysaj dhe sigurisht që regjia dhe producent është Ujkan Hysaj. Magazina më e lexuar në vend dhe jashtë, Kosovaria, ka nxjerrë në shitje numrin e saj më të ri. Nga dje ju mund të shfletoni revistën, e cila brenda saj mban reportazhe të ndryshme, anketa, intervista me njerëz nga jeta politike, kulturore e showbizi dhe lajme të lloj-llojshme, në të cilat e gjejmë veten të gjitha shtresat e shoqërisë. Gjithashtu në këtë numër ju mund të lexoni një shkrim rreth Liberta Spahiut, bukuroshës e ekranit, e cila për disa vite me radhë u zbulon të fshetat figurave tona publike. Make-up artistja Vjosa Meta Icena feston 10 vjetorin e karrierës së saj si artiste e makijazhit në vendin tonë. Ajo ka mbaruar shkollën e grimit në Tiranë dhe ka vazhduar në shkollë edhe më profesionale në Shkup. Ka qenë 2 herë në Londër në shkolla shumë të njohura të grimit, e gjithashtu ka marrë pjesë në London Fashion Week si grimere. Gjatë përvojës së saj, Vjosa ka treguar talentin që ka dhe ka arritur që një pjesë të madhe të fytyrave tona publike të shërbejnë në dukjen sa më të mirë të tyre, jo vetëm në ndonjë event, por edhe në videoklipe të shumta. Mbrëm është mbajtur një festë në nder të 10 vjetorit të punës së Vjosës, me që rast u prezantua edhe një dokumentari gjithë punës në Studion Angel, të cilën e pajnë figura të ndryshme publike që ishin të ftuar. Prive. Erdhëm kështu edhe tek pjesa e fundit e kësaj Prive. Ju tashmë e dini, keni kanalin tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova. Gjithashtu për më të rejat e showbizit shqiptar keni vetëm një adresë prive.al. Faleminderit juve, faleminderit sponsorit tonë Golden Eagle, e deri në takimin tonë të radhës, i cili do të jetë javës që vjen, unë ju dëshiroj vikend të këndshëm. Natën e mirë.